Alzheimeri është një sëmundje që shkakton humbje të memorjes dhe ndikon thellë në jetën e individëve. Mjeku neurolog Lini Halili na shpjegon se çfarë është Alzheimeri dhe faktorët që ndikojnë në këtë sëmundje. Në gjuhën e popullit njihet si plagje e trurit, në fakt ka të bëjë me një proces neurodegenerativ të trurit që prek kujtesën dhe aftësinjose të individit dhe lidhet edhe me çrregullimet e sjelljes apo çrregullimet e humorit. Risku është më i lartë në moshën mbi 65 vjeç dhe çdo 5 vjeçar që kalon risku dyfishohet për të vuajtur nga sëmundja e Alzheimerit. Ka dhe faktorë të tjerë që ndikojnë që ka të bëjnë me nivelin e stresit, me stilin e jetesës, me sëmundjet cerebrovaskulare, me sëmundjet inflamatore kronike dhe me traumat e kokës. Cilat janë simptomat dhe si diagnostikohet kjo sëmundje? Pacienti fillon që të humbas kujtesën, sidomos për gjërat e vogla gjatë ditës, por me kalimin e viteve situata rëndohet ku pacienti nuk është në gjendje as të kujdeset për veten apo as të bëjë veprimet e cilat më përpara i ka kryer normalisht. Pra ne bazohemi tek shenjat klinike për të vendosur diagnozën, por ka edhe disa teste që ne bëjmë për të testuar aftësitë njohëse të individit. Por si trajtohet? Alzheimeri nuk është një sëmundje e shërueshme apo e trajtueshme me medikamente. Medikamentet njihet që rrisin përqendrimin dhe vëmendjen dhe mundohen të stimulojnë aftësinë njohëse të individit. Sa ka rëndësi terapia farmakologjike, ka rëndësi shumë edhe terapia jo me medikamente, që ka të bëjë me suportin që pacienti merr nga familjarët, nga komuniteti, përfshirja në aktivitete që stimulojnë trurin, që mundohet që të stimulojnë aktivitetin njohës të pacientit. Vetëm përmes trajtimit dhe mbështetjes së vazhdueshme mund të ndihmojmë ata që vuajnë nga Alzheimeri.